Shikosh të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se takohemi prap në emisionin javor Rruga e Ndryshuar me Hoxh Dr. Shefqet Krasniqi. Nga ky moment presim telefonatat në numrin e telefonit 046 22 0022. Hoxh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pa humbur kohë, regjia na bë me dije se kemi një telefonues, e pranojmë. Alo, mirëmbrëma, selam aleikum. Aleikum selam, mirëmbrëma. Përshëndetje për Hoxhën e nderuar. Faleminderit. Gjithashtu. Gërzuar muaj shenjtë i Ramazanit të gjithë muslimanëve anë kënd botën. Faleminderit. Gëzuar edhe urime edhe për juve. Faleminderit. Pata një pyetje për Hoxhën e nderuar. Kam fakt shumë pyetje, po me qindra herë kam telefonu, s'ko mujt me zanë lidhjen. Po urdhroni. Edhe diçka tjetër, pas pyetjes si kisha lutë një mesazh kisha dashur më tregu kur më fol diçka me pyet Hoxhën privat. Po tash e kam këtë pyetjen. Gjatë gjithëdhënies, nëse nana e kam dëgjuar në fakt shumë ligjërata të Hoxhës, po prap skepticizmi qëndron. Gjatë gjithëdhënies, nëse nana ka frikë për fëmijën e saj, është e lirë për reagjimin gjithsesi, po edhe me kompenzuar me para nuk është e lejuar. E drejt? Jo, s'është e drejtë. Nuk lejohet domethënë me kompenzu me para, do të me kompenzu me agjerim. Ti bën pyetjen, edhe unë të përgjigjer, a kryo, a kemo? Po, kjo është. Tama, a për privat thërmas e misionin fund, nështë të më në mërë lidin. Faleminderit shumë, res me padurim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndërojmë Allahun e madhruar te bareke wa taala dhe bim salavat pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Familjen e tij, shokët e tij dhe të gjitha ata, mbi të gjitha ata muslimanë dhe muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burrit të madh derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadith ka thënë se gruaja zgjedhënëse dhe ajo që është shtatzan nëse kanë frikë për shëndetin e tyre, apo për fëmijën e tyre, u lejohet me prish agjerimin. Por kjo kanë frikë, nuk është e përgjithshme thjesht pëtutna une. Se kjo pëtutna mund t'jetë thjesht frikë pa vend. Për shembull, thot njeriu është pa çarpsmundje, dhimbje koke, tension të lartë, sheqerin, diabetin, smundje ndryshme. Dhe thot, unë kisha agjeru qef kam, po pëtutna mbi hip sheqeri, pëtutna mbi sheqeri, pëtutna mbi hip tensioni, pëtutna mbi tensioni, pëtutna më kapin dhimbët. Ja, s'kan ashtu. Kështu nuk shkan. Por, ne janë nisë me agjeru. Nëse na kapë dhimbja, që s'mu e dërojmë, e prishëm. Edhe tek zgjedhënia. Gruaja do të më fillu Ramazanit. Paraprakisht me marrë ushqim të mirë, të fortë. Në kohë të sotme mundësia është e madhe tek shumë nana me marrë ushqim të fortë që mos i paku gjini për fëmijë. Dhe ajo din, apo ngihet fëmija s'po ngihet. E fillon ditën e parë, e qënë mirë, natën prap me ushqim të fortë, ditën e dytë prap arritin për ballu, ditën e tretë ju shterën gjitë, nuk ka qumsht, ushqimit njëjtin për merë, po nuk ka, dhe fëmija po ka në huni. Pra tash për kupton qartë se fëmija është hunë, nuk ka, andaj do të me hangër për me dhanë fëmijës gjih. Këtu pastaj varet e disa fëmijë, me pak gjih, ngihen, disa dojnë shumë me thithë. Disa fëmijë marrin gjih të nanës, për marrin ka pak edhe ushqim. Disa të tjerë veç me gjih. Kështu që do të me kqyra vetë-vetën sa po unë e përballon. Pastaj 3-4 ditë ndoshta han ushqim të shpesht, për ditë e prish. E shë pastaj që gjipa ka stabilizuar, është normalizuar çështja e gjirit, dhe të provojt të agjeroj prap.
Sa të më të menagjeru, alhamdulillah, ndoshta agjeron krejt, ndoshta agjeron shumicën. Ditët që mbesin, do të me kompenzua. S'ka me dhanë këtu. Ditët me kompenzu, me dhanë me pagu sadakatul fitr, në shumë sadakatul fitrit, e paguan personi i cili nuk mundet me agjeru, sikur se i smuari, sikur se plaku i shtyrë në mosh, por jo i riu dhe e reja, për faktin se kjo është gjithënse, ajo është shtatzan, tjetër është tëlltar, tjetër ka bëne operacion, ka në smutë ka prish disa dit, këta forcohen mes Ramazanit, me emër Zotit. Këta pas një probleme kompenzojnë. Andaj këto s'ka të bëjparja kompenzimi me lek kur gjo. Këto dohet dit për dit. Kur të dojnë, ndashin në gjitha zi, krejt dit, ndashin zikzak një dit po, një dit javë, vikendeve, kur t'i përshtatet. Pranojmë telefonatën e radhës. Mirë Rama? Mirë Rama. Përshëndetje. Unë jam nga Gjermania, do është vetëm një pyetje shkurt për hoxhën. Por në? Për haqë për bure kom vendos, inshallah, Zoti i Madh, me shku tash që të kohën që të vjen, po diçka po vas pe kom të qartë, po dikun, po 5 ditë, 6 ditë kryet haqi, nuk pe kom të qartë, kisha pas dëshirë me ma shpjegu hoxha ma mirë për punë që të haqit që të punë. Tamam. Kur gjonë që të që to do shta. Keni pyetje tjetër për hoxhën? Jo, faleminderit, që kjo do shta. Faleminderit edhe për juve. Allahu të ujë. Elhamdulillah që e shënu për haqë. Inshallah, ke ymer e shkën, e kryn, e ta pranan i madhi zët haqën, e kthehesh prej haqëllukut, i pastër prej gjënaheve, qysh ke lindur prej nanës tane. Qysh ka në hadith pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. E që haqë është begatie madhe, është dhëratë madhe, është sevapi madhe, është gjithë shka. është kulmi i dinit, kapuqi, kapela e dinit. Me të plëtsohet dini, plëtsohen shartet e dinit, shtyllat e dinit. Haqi nuk është i gjatë. Haqi me 50 haqi krynë. Me pasë zorin shumë me 4 ditë. Ditën e 9 të Arafatit, ditën e 10 të Kurban Bajramit, e që njëjtën kohë është dita e parë që i gjunë gurt, ditën e 11 e që është dita e 2 të Bajramit dhe dita e 2 që i gjunë gurt, dita e 12 e Bajramit, dita e 12 Dhulhigje e që është dita e 3 të Bajramit, e që është njëjtën kohë dita e 3 që i gjunë gurt, që ditën e 3, ditën e 12 të bërën 4. Këtë ditën e 12 mundesh si t'i gjush gurt, pas dreke, ose pas i qindije, është me rëndësi para se me përëndu djeli, me lëshu minen. Të nëzani përëndimi djelit në mina, dohet me bujt me gjujt gurt edhe ditën e nesërme. Po arrite me dalë prej minas, me i hedhe gurt, i gjujt e gurt, 3 par gurt në 3 vena, ka 7, arrite me dalë për minas, kufit e minas jenë qartë aty, para përëndimi djelit, ti shka në bëni tavaf në Mekë, ta zami deri ka 90-90 dhe në gjysë natë, 5-6 orë se ka la blak, 7 orë varet sa bën tavafin, dhe ka mëngjezi, hip taksit, në Gjidde, aeroporti me tafërt, në mëngjes ditën e 13 e ke aeroplanin edhe shkam për Gjermani, ma si është kë, Gjermania atje pa kurtush. Pra, haqë është i shkurt, nuk është i gatë, po problemi është të s'mënesh me koordinun këtë formë. Për me koordinun këtë formë, dohet ose me pas aeroplanin të në special,
duhet në pas leje speciale, sepse mas 4 dhulhigjes, 4 dhulhigje, e që është 6 ditë para Bajramit, zakonisht kufejt mbyllen shteti, nuk pranon më mysafir të jashtëm. Eventualisht me pas të ardhur haxhi nga jashtë në për porte detare, pika kufitare dhe aeroporte ajrore, me pas flok të madh të haxhive, i shtyn edhe 2 ditë deri 6 dhulhigje. 6 dhulhigje i bie 4 ditë para Bajramit. S'lëshon ma vën me hi, s'ta pleje ma hi. Kështu që pas çare kemi shku nja 5-6 ditë përpara, edhe nja 4-5 ditë për të bën se s'mund është shumë strikt aty, mi kryje dhe me pas terminin e krejt, shkojnë mas pakti edhe 12 ditë. Kjo në Mekë pa shkuar në Medinë. Pra, me çka haxhi kry, po ti s'mundesh me bëj çka. S'mundesh. Në fakt, haxh kaqki, s'ke më shumë. Haxhin e ke ditën e 9, Arafat, ditën e 10, ditën e Bajramit, ditën e 19, e që është dita e 2 e Minës, qëndrimit në Minë dhe gjytjes së gurve, dhe dita e 12, e që është dita e 3 e Kurban Bajramit, dhe dita e 3 e gjuhën gurt, më në shlirisht me dal, edhe haxhin e kryve të mbetet në tavaf, qatë natë më në shme kry tavafin, e ta zame ikin në Medinë. Unë kam këthy kështu më kanë do ma shumë se njëherë. Ma shumë se njëherë, unë jam këthy në këtë kohë pe haxhit ka marrë. Ma shumë se njëherë më kanë do edhe marrë. Pe haxhit. Një marrë 13 ndikon, ditën e 13 jam këthy. Por këto dohet në koordinim është pak si vështirë, nuk është lehtë kjo punë. E qartë, haxhi. Atëherë shkojmë me telefonatën e radhës, nëse kemi në linjë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Kam një këshill ndoshta prej hoxhës nëse ka mundësi. Po urdhërani motor. E kam 10 vjet gati që fali namaz, edhe mundohem me kry obligimet e mia. Kam 10 vjet martesë, edhe i kam 5 fëmijë, mashallah, elhamdulillah. Mashallah, Secili më mirë se tjetri. Po nuk e kam mbulesën alo. E kam përkrajën e plot për i burrit. Tani, Po, speciat, po, familjat e prindrit e me ata janë kondër edhe gjithë janë shpreh kondër. jo, Mbulesës. në përç të me këqyrë familjen, veç ka dhe jashtë familje dhe që në kondër, tani ki hala tjerë, do dajallare, do të zollare, do që dalin kondër, tani të ki hje dhe islamofoba që ka të na këtu në Kosovë që dalin edhe ata kondër, e ki të dëpsuza, do dilsuza, dhe ata dalin kondër, edhe gjysa dënjas dhe kondër, të në përç me i knaq, me pajtu të tanë, ty bën të keqit në bëlesën dhe në kiamet. A që ashtu ajo? Qa ashtu është? Jo motër, nëse pret, kështu, nëse pret me pajtu, me i bo razi, krejt dynjan, harroje, ti dhe one, kur gjenetin me sy s'ka me pa. Kur gjenetin me sy s'ka me pa. Ty të pas ka qua Allahun një burr insan i cili thot, oj fisnike, Allah të ka bo bërq, nashta s'ta obligan, po nuk ta ndalan. Babës e në familje thuju, ju më keni bit juve në ty ben keni kam qani kore për jetë. I pa ta brinat, e me brina, e me bestek, e pa bestek, e i ruva, e si ruva, e me perik, e pa perik, o më keni bit juve, s'keni qare pa më pranu. Edhe më kam marrë. Të kësyrë në rëllë. Po e kam përkrajën e plot burrit. Letë me sejli më të, te e kini dreq, veç e kini kaft lartë vu gëlli dreq, që i të rënë të kry që atë. Nuk e arsyje. Mësë zgatë ma habetin heq. Te e kini dreq që të rënë të kry që atë dhe thët, tut ka pak. Pa dhe që s'let baba, pa të let qitë nana, pa me rizkan nana, pa kanë ata, nuk kanë që me kajtë nana e baba e për punë të hajrit. Të marrës pjaqet nanës as babes, nuk pa i tërpran. Për kundrazi, ki me i bo më një makrenar, por se kuptojnë, ma vanë e kuptojnë. Nuk e kuptojnë. Dikur kanë me thonë, elhamdulillah, që këna pas bijen tonë, që kanë ka që vendost, me vendost bija se baba dhe nana. Dhe kanë me qenë krenar me ty. Kështu që vënora shamikit Ramazan, e mësele dreshtet më zgjidh, se bëni o zgjidh dhe mas Ramazanit ty, bëtë kanë lanë më mlu apet, që ishte mlu dhe qtash. Po më lëmë Ramazan govlan të në ty, më lëmë Ramazan, lëvoj muslimane se në zadeka. E nuk ka nevoj ne me punue, me dhonë material me laqës në krahën e majt, i cila shenë në gjënahat tona. Nuk kem nevoj.
Ajo për qatë punë është. Ja për material me laçës në krahën e djathtë, e cila i shënon sevapet tona, punët e tona. Ta adhurojmë Allahun ton, e jetojmë si musliman. Elhamdulillah ka kaluar ajo kohë ku na shtinën burg, ose runa zot në botën e farë, ose burrë që të peshpis, ose ka belat më dha. Sa në zdodh? Shteti ta siguron, falë Allah të lirë jena, o zot elhamdulillah pe i teje, veç do të me luftu me nefsin tanë, me bind vetë vetën tande, se dohet më mbëlu, se dohet me falë, se dohet me agjëru, dhe kështu me radhë. E fjalët e njerëzve nuk nalen. Faleminderit Apo shumë pajton? gjinderum. Shumë faleminderit. Qështu. Allah e dashtë të shpërblet. trujt e të forcoftë në din ty dhe neve të gjithve. Ne Amin, kam qef me na inshallah. thirë, na e ditë me na kalëzu që jem lu. Inshallah. Inshallah. Selamu alaikum. Ale. Atëherë nëse kemi telefonuesin në radhës që është duke na pritur, e pranojmë, nëse jo shkojmë me pyetjet e shënuara. Selamu alaikum hoj. Aleikum selam wa rahmatullah. Unë i kom 8 vjetë, edhe po du me gjinu krejt Ramazanin dhe la, ama gjysha jam s'u mla me gjinu krejt për fot preshe, s'u di qa me bu. Trujt zoti ty e gjyshën tane, e thuj gjyshës ka thënë hoxha, Allahu të drejtoft. Allahu të drejtoft. Gjyshës të i dhimesh, se të ka të zemës shpirtit, i dhimesh, po ti nëse mundesh me agjëru, agjëroj e krejt. Nëse mundesh, agjëroj e krejt. Plët fëmi kanë dynja shok tu, që agjërojnë Ramazanin 8 vjetë. Sa të dush ka, ma dje dhe në botën arabe, ku në Afrikën, Arabijën, Azia tje, ku temperatura është shumë e lartë, po flasë koroverë, po tash nuk është njësit të ne, dhe me gjithate agjërojnë fëmija, wallahi agjërojnë fëmija, dhe agjërojnë me knatësi. Ata ka pak lodhën fëmija, po ta një prindrit dhe të marrë me fëmijë. Mja kushtu një pjesë ditës fëmijët, një pjesë kohës gjatë ditës fëmijët. Veçantima si që ndizë e në shumë, ku fëmijë lodhët ma shumë. O me shti me flajt mas dreke, ose ma si që ndizë, ose me lujt me te, ose me angazhu fëmijër me diçka, hajtë dalëm që atje, hajtë blejmë që ta, hajtë bojna që ta bashkë, që të shemë pregaditëm, me ishti fëmijë, me habit që me kalu koha ma shpejt fëmijët. Sahabët radiallahu anhum, kanë arë në transmitimet sakta, se janë marrë me fëmijën e vetë, kër i kanë shti fëmijën me agjeru dhe vegjel, janë marrë me ta dhe i kanë marru e lodra, ta ka të vetë, me mundësit e veta që i kanë pas thjeshta, me që të mundësie për leshje, për dëfarsene që është dhe lodra, e me lujt me të fëmija, formë kukla, në formë lodrave, veç me mohabit fëmija, me dekoncentru nga agjerim së majtë me të buka, dhe se gjeni iftari. Kështu që të vazhda, inshallah të forcën Zotin, e që nderi në fund. Allahu të rujtë. Atëherë shkojmë me telefonatën e radhës, nëse dhe që kemi në linjë. Hala po dëgjohemi? Si duke telefonata nga ka ikë, hoqë shkojmë me një pyetje të shkruar, thot, është sevapi njëjtë me i thirë musafirët si në syfër, si në iftar. Kjo pyetje e mirë është, në fakt pyetje e mirë është. Është tradit e njerëzve këtë botën, që të ftohen, të thirren në për iftara. Por nuk është tradit të thirren në syfër. Kjo nuk është në rregull, krejtësisht, është në rregull pjesërisht. Nuk është në rregull krejtësisht, sepse është bërë hijret, është injoru, është anashkalu, është lanë anash një hajri madhë, një bereqet i madhë, e që është bereqeti së fyrit. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, helumme ila al-ghada il-mubarak, bërëm, në këtë ushqim të bereqet shumë, e ka quajtur ushqimi bereqet shumë. Dhe ka thonë borë kelli ummeti fi suhuri ha, ka të regu se në sëfër ka bereqet, aleyhi salatu salam. Andaj për hirtë bereqetit sëfyrit, për hirtë bereqetit të asaj kohë, njerëzit, edhe në sëfër me thjerë dhe kanë të është në regull,
Po, është ana tjetër, për ta thash pjesërisht është në rregull, po jo krejtësisht, sepse janë dhe ngarkesa më të mëdha në seferi, janë njerëz flajte, ja ka ta diun në seferi janë niftarë janë çote, por megjithatë edhe në sefer mi ftun njerëzit është në rregull. Dhe tash me këtë pyetje subhanallahu po më kujtohet vitet 90 kur ishim ne student. Kisha qef gjithë në Medinë, kisha qef me ftue talebet në sefer. Thashe kanë me agjeru talebet tanë ditën. E me humër buk në sofër tanë, me agjeru, është një me të zotit dharat. Pra edhe tani njerëzit, me ftu në sefer. Edhe hala kam atë knatësi, dyqyshat ndjenë, kam qef dikend, me ftu në sefer. E me humër bashkë sefirin, e pas të me shkën falë sabahon, e me qatë sefer, me agjeru robi tanë ditën, me buk rëzk shta ka që zotit ty. Andaj, krejtë në sënetet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por iftari prapë është me i veçantë, edhe për faktin se është cituar, sa i cili men fattara saimen, ai cili i amënësën tjetër me bëj iftar, e ka sevapin e tij, pa ju paku atina sevapi heq, qoftë pastaj në hadith tjetër qoftë një gërçam ujë me pi. Pra sipas mundësisë që ke, me dhënë iftar njerëzve. Por megjithatë nuk do të më njërohet se fyrin. Po. Shikues të nderuar, ne shkojmë me një blok të shkurt marketingo dhe kthehemi me pjesën e dytë të këtij emisioni. Atëre, u kthyem prapë shikues të nderuar me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar. Numrat e telefonit, siç i keni edhe në ekran, për pyetjet tuaja janë 046 22 0022. Para se të pranojmë telefonatën e parë të kësaj pjese, do të kisha dashur që ta lexoj një pyetje me shkrim që na ka ardhur sot, ku thot Hoxh, e kemi nisë dhe ndërtu një objekt në lagjin e Mshir, ku është duke u shfrytzuar si vendfalje, sidomos gjatë muajit të Ramazanit. Inspektorati na kanë ardhur dhe pa ndonjë arsye të fortë, ku ne kemi edhe lejen e ndërtimit, na kanë mbyllur objektin. Si e vlerësoni ju këto duke pas parasysh që jemi gjatë muajit të Ramazanit dhe na duhet më shumë se kur objekti për falje? Kam ndëgjuar për këtë rast. Kam dëgjuar për këtë rast, në fakt për objektin, në fjalë, pas se nuk kam qenë atje, por kam dëgjuar se një pronar, e që mendoj s'ka gjatë keq që përmend edhe emrin sepse është Persimiri, është Mehmet Hërtisa Haxhi Mehmeti, lagjen kodrës trimave, edhe ata meritojnë me kanë të lagjes kodrës trimave, sepse janë trima. Kanë ditë ata me tregu vetveten para luftës, e gjatë luftës, e pas luftës. Duhet jemi të sinqert prej familjeve në Prishtinë, që unë i respektoj fort dhe ua kam lakmin për kontributin e tyne, për feje për atë dhe, është dhe familja Hërticve. Për kontributin e tyre, mund të shkruhet libër. Njerëz të cilët i gjendën Kosovës gjatë viteve 90-ta, kur u mbyllën institucionet e arsimit i mbylli Serbi, Miloshi, edhe ata e hapën shtëpiat e tyre për shkolla. E që ka mund një kushtu shumë, por nuk kanë qakërit për atë punë. Shtëpiat e tyre kanë qenë vatër të arsimit deri në luftë.
Ky Mehmeti njëjti, 4 depo, nëse nuk kem gabim, se këti ka dhe Zotë shumë bereqet, shumë pasuri, 4 depo, ja ka lëshu shoqatës Tereza, atër ka qenë vetëm që e shoqatë para lufte, për ndihma humanitare për popullin e Kosovës. Kur ka arë lufta, këta të gjithë ja kanë këthy pushkën armikut, kanë ka pushkën dorë. Këta gjithë kanë dhanë për që të vend tonin. Vështirë është me gjithë do një objekt hajrit në qantikër e qytet, e që nuk i gjenë hertest pjesëmarrës, kontribus. Ata gëzojnë një autoritet shumë të madhë Prishtinë, veçanti të kështetarët e vjetër që i njohin. Dhe kjo fundit është kontribut i fundit i tina, po jo i mrami krejt, por se dishallah kjo jep hala. Kjo zotnia, në moshën 80 vjeçare, një ka mëdhe, një mëdhe, që është të populli, ka që zoti i dare pasën i shumë, dhe ka pas qef shpine vetë, si shpi, formë shtëpje, jo formë gjamije, me bëni hajrë, mja mundësu muslimarë me falë të ravit, lagjës, mja mundësu edhe gjëmarë me falë, pa e pengu askend. Këtu ku është e keqja? Njerëz të tillë, sikur se kjo autoritativ, me kontribut të madh, edhe po t'i shkelnin disa ligje, do të me mbyllë sytë. Dhe në këtë them përgjithësi, sepse në vetë një ligjet e fesë, më mirë se ligjet e dynjas, e kur thënë ligjet e fesë, e kam përgjithësin para Zotit, para syç ka flasë. Njerëzit cilët kontribujnë shumë, do të kenë tretman të veçantë, jo çdo send, jo kur bën krimaj, pa i zbë krime heq, por, ndesa gjana, edhe po t'i bënte aj, për shembull njëri autoritativ, e ka të kalu shpejtësinë. Dhe ligji thot 120 në orë, ky ka kërë 140 në orë. Kur anale shë një veteran, një plak i mirë, veteran i arsimit, 20 vjetë ka mësu nxënësa, ose i luftës, invalid i luftës. Ta shënë si polic, me dënu këtë për që të gabim të vogël, kurse kë i jetën e vetë, deshti me dhamë për vatan që me kanë oneset polic në uniform, e me foli shqip, s'mu e dënë e këta. Për një shkelje të vogël, nuk mu e dënë e këta. Sepse nuk la pasoja. Kjo edhe fetarisht, edhe njerëzisht, edhe moralisht, edhe ligjërisht, kjo kjo kalohet. E lërë që ajë nuk ka bërë asë një shkelje, e të delë komuna jonë, që të sekte në Ramazan tani, me shku njeriut, me qitë shëritin, e me qua atje, ku e disa polici kanë shku, thua se njeriu ka droga të, ose thua se është ka bëndë një terror, rruna zëtë. Kjo nuk i përket një sistemi demokrat, kjo nuk i përket një qeverie të një bashkije, si që është Prishtina, nuk do të përket. Një institucioni qeveritar që e njeh mirë, kush është Mehmet Ertica dhe kush është familja tina. E të cilët janë muslimanë dhe vetë ata, e me shkel shqitërinë mujtë Ramazan. Me thonë njerëzë mos e falni, është shkelje shqitërisë të mujtë Ramazan. Për çka? Për 2-3 din soz, për dorin pleqt, pra kundërshtar dinit, dëshmën dinit, ose mund të kenë ata ndonjë farë paragjykimi, ku ta diun e çka, ankesa.
Pse ankohen njerëzit? Pse ankohen njerëzit? Ne nuk mujnë atash me plotësu dëshirat të gjithëve. Sa njerëz kemi që ankohen për xhaminë e madhe në Prishtinë, xhaminë e Çarshis Prishtinë. Sa njerëz janë anku për xhaminë e re që është ndërtu. A shkojnë plotësim dëshirën aty, pa ankohen ata. Shtin e bën dëshirë ndërzej xhamia të krejt. Po s'ka ne punë është. Për çfarë po ankohesh ti? Pse po falën këta? Apo të pengojnë ty në shpjetanë diçka? Jo, valla s'po pengojnë, rrit tros aty. Nëse në moment që të pengojnë që ka telefoni, na thirr neve, ne vim. Të lojnë kjerët para derës. Ta blokojnë rrugën, nuk mundesh me dalë. Të hinë në bartan të parkojnë kjerët. Na tregon neve. Ama, pse këta në objekt vetin, edhe mrena në objekt, jo jashtë. Zhura nuk një jetë jashtë, mrena. E minguna 2-3 njerëz dëshman dinit, e të vatanit, se që është dëshman i dinit, është dëshman i vatanit. Kjo nuk në rregull. Kjo nuk i bën njerë kretarit komunës, kjo nuk i bën njerë kretarit të inspektoriatit të Prishtinës. Nuk i bën njerë. Kjo i qenë përzit shumë të keqe policin. I qenë përzit shumë të keqe muslimant. Gjënaha kjo punë, padresia kjo punë. Po të ishte marrunat vend që aty ndonjë kafehane natë se i nej cefar faqet zeza. Që është ba? Ku i lëshohet zanë muzikës këpë të kresë. Dhe të lemrën polici, thuën nuk po mlen me flajt. Që thëtë policijet e stacion, thëtë vje keq, me legje kanë deri në ora 22:00, ose verës 24, përparim, që kam në këtë përparimi? Arama. Deri 24 në kupë të kresë madhus të krejt qendrë Prishtinës. Dhe nuk ka njeri në qendrë Prishtinës që për 2 muaj ditë verës mundet me flajt e me bollah me dekan pe zhurë me styne. Kujna shërben kë? Shërben të kujna është? A është kryetari dhe drejtoriati, inspektoriati për ndërtim shërbim të qytetarëve, a shërbim të kaftë lartëve? Shërbim të kujna është? Qka përngan ty nëse njerët falën? Shpetamone, i ma njerët pani këtë burra. Që kam gjamin nga që të? Se pa ishtë një shpetam falë ty be në këshalan. Veç që kam gjamin, elhamdulillah, të në rrugë, e o gjënahën e me thirë gjinë me falë këtu, me braktisë gjamin, o gjënah për Zotit. Për ndryshe, pa i thirë ty be në këshalan, me falë i shpetam, e në bërtem e të mushet pletë të borri, çdo javë, çdo xhamat ta falin gjinja dhe 5 herë ditë. Shpia më bashka dune. E nëse me zhuru i pengoj këshit. Pa, heq pa më në ligje, logjika nuk bën pengu njerëz. Nuk bën. Azan është meselën vete, jashtë azanit mëse pengon njerëzit. Mëse pengon njerëzit. Ka tefli gjerat ati, me lëshu zanin, e mungu këtë mahalla, nuk ka nevoj, në gjami mrena. Pra, zhurum nuk ka, shqetsim nuk ka, as një dëm nuk ishkan ati këshis. E pëse të vjene e blokan gjamin? Gjenabra. Pra, këtë në shkelet shumë të shumanshme. Shkeli shetërisë Ramazanit. Në nëqmim e përbuzje të këtyne shtetarëve të lagjes të këtyne muslimanve, edhe kur në Ramazan. Ignorim total i bashkësisë islame. Është ignorim i kontributit të asaj familje që për përseresjen për familjeve të pakta, të ralla, që kanë kontribu në qatë nivel. Kanë kontribu shumë njerëz, inshallah tanë kanë kontribu, kush ma shumë, kush ma pak. Nëse jo bashkëtan, po do të me thonë që ashtu. Amo kjo është familje për familjeve në listë para atje. Nëse nuk e nishi për të parave që kanë kontribue për që të Kosovën tonë. Ata në burra, ata në bojarë, ata në fisnik. Nuk ka mahime ta. Andaj, vend që me dekoru njeri unë për kontributin e dhanë
më që njeriut, në pleqni, me ja propune, me shkuna për policinë, për prokurorije, ku ta dione, kjo nuk kanë rregull. Kjo është runa zët, inshallah se kemi taksirat. Andaj kësha bë ftesë, kretarë për parimit, e nuk i dia e din as e din. Mos hina në gjëna me para gjyku, se jena në Ramazan. Nëse e din, nuk kanë rregull për ta. Nëse nuk e din, inshallah shkan lajmi, e këtë punë shëkat, thotë nësë jam një zanin juve, lej njerëzit rahat, jënë qytetarë tonë, sen s'pë bojnë ata, as gjas s'pë bojnë. Qyshe në reqi punën për parimi, e që këtu du të më falenderu tash, në fshatin Shkabaj. E në reqi, njëra ju rritë. Falemderit për tina. Po, e ta në reqi edhe këtu. E ta në të thëjnë edhe për të falemderit. Kretari është baba, është prindi, i kësaj familjet madhe të qytetarët Prishtinës. Është kryeplako, është zoti i shtëpisë, është domaçini. Andaj do të më respektu tanë, mi dash njerëzit, me qenë afër tyne. Nëse kanë gabim, kujtoj au gabimin, qërtoj. Po kurse kanë gabim, e kanë mirë, përkrahin njerëzit. Rrëv përkrah njerëzve. Se sa në të keqë nuk e në të bon njerëzit. Allahu na përmirësoj gjendjen e na udhëzoft, se kjo është, nuk është e mirë, keme një njeri në Ramazan, por, që ka me thonë? Pas të themi Zotën e drejtohet e na udhëzoft. Amin. Atëherë, pranojmë telefonatën e cila është duke prit në linjë. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha dy pyetje për hoxhën. Pyetja e parë është kështu, të më thonë jeta në varr. Nëse një njeri është ka me hyrë për shembull fillimisht në xhenem, por ai vdes si musliman, po ka me hyrë në xhenem. Gjithsesi për një kohë të caktuar. Si është përfundimi i atij, në çfarë forme m'ia marr me laçë shpirtin dhe si është jeta e tij në varr? A do të ketë jeta në varr prej jetës me ndëshkime apo për jetës me, domethënë me përgëzime që ka me i në xhenet? Për shkak se ai vdes si musliman, po gjithsesi ka me i edhe në xhenem. Kushtimisht po themi. Të qartë. Edhe pyetja e dytë është sa forma janë të deri në ditën e gjykimit, në sa forma njeriu mundet me i la gjunohet. Nëse jam gabim, nuk e di, me sa di unë prej në dunja, në varr, në ditën e gjykimit dhe pastaj me xhenem. Dashka vërtet është. Një sqarim shkurt për hoxhës. Tamam, Allah shpërbleft. Amen, edhe ju. Allah ju lut. Amen, Zoti të rujt. Po, është e vërtet ajo. Kjo është besim i ehlis sunetit. Sepse hadithet kështu thojnë. Ose një numër jo i vogël i muslimanëve kanë për të hyjë në xhenem. Veç unë besoj fort besoj, e përballsoj edhe tutna, që shtë motrat tona, shtë gratë, që agjerojnë Ramazan, i thënë vetë musliman. Por gjveshën, shkak gjveshësh në qëtë dëregje, që gjveshën bia tona verës. Ose, shta njerës të cilët jenë musliman, edhe agjerojnë, ndoshta edhe falën, herë ose rregullisht, por rajnë, mashtrojnë. Nëse janë tregtar, s'ka kush i beson. Sa të mujnë rajnë, sa të mujnë mashtrojnë, bëjnë dallavere. Të tjerët atje marrin kamat. Të tjerët atje shesin alkohol. Prodhojnë alkohol, shërbejnë alkohol. Të tjerët atje punojnë me fajte. Të tjerët atje dalin që si njerëzve haraq. Të tjerët atje përhapin fesad, immoralitet, me parat e veta, me lokalet e veta, me mësit e veta. Krejt ta njerëz. Mundësia
shumë e madhe, gjithmonë në mëshirë të Zotit. Dhe shumë mirë thati kushtimisht. Por jenë kandidat potencial për xhehenem me shku. E sa rrinë xhehenem, një Zot e din. Por nëse kanë iman, dikur kanë me dalë. Në anën tjetër, këta njerëz, kur t'ju vjen me laqe me marrë shpirtin, ne nuk e dim. Sepse hadithi i Barra bin Azib, sahabis ndershëm të bekuar, që është hadithi më i gjatë që e përshkruan mënyrën e vdekjes të robit musliman dhe jo musliman. Pastaj sualin, gjevapin, marrin pyetje natën e varrit, jetën varreza. Ky hadith e cek mënyrën e besimtarit dhe jo besimtarit. Pra ne nuk i dim këta që janë fasika, gjëra qartë më dhej, se që ka bën Zoti me ta. Por, ajo që mund kuptohet, për derisa vendra kanë xhehenem atje, qoftë përkohësisht, është vështirë thuash se këta kanë me dhanë shpirt lehtë. Është vështirë thuash se këta nuk kanë me u dënu në varr, për derisa kanë me dënu në xhehenem, këtë në varr dënohet. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj. Por dënimi besimtarit, me dënimin e besimtarit, vujtjet e tina në agoni të vdekjes, në gjatë jetës varreza, në mes njërë dhe tjetër dhe senata me ditë. Është senata me ditë. Pyetja tjetër se në çfarë forma i falen gjunahet rabëve, ashtu që cekin ndëruare në pika të trasha. Gjunahet falen forma të ndryshme. Falen me istikfar, me pendim. Falen me veprat mira, e mira fshin të keqen. Inel hasenati yudhibna as-sayyi'at. Punë të mira e fshin të keqen. Dhe pejgamberi ka thënë hadith të vërtet, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Të keqen pasaj me një vepër të mirë e fshin atë. Wahabit e bëni punë të keqe, bëni të mirë, e fshin atë keqen. Në të mirë, kur që më spash me bëjë të mirë, që falë 2 recate, me rabdes falë 2 recate. Jepni 3 sadak, me njetë me fshikit të keqen. Tamam, pastaj, sprovat të ndryshme, smundjet, belat, që themin e takseratet, krejtu të falin gjënat, deret dhimjet e vdekjes të falin gjënat, shtrëngimin varë të falin gjënat. Pastaj, vështërësit e ditës kiametit me të falin gjënat. Shefati pejgamberit, falin gjënat. Dhe kështë më radhë të në këto, janë forma të cilat njëra pas tjetërës ndikan mi u falë robit gjënat, dhe i të mshira Zotit fund edhe me shti robin gjenet. Për atë kërë shufëm një diken që hjek, ka sprova, ka smundje, ka këte, ose vështërësohet vdekja, nuk do të kuptojmë një për skeqi, por të kuptojmë se Allahu ja ka vështërësue, ose është ja vështërësue, momentin e vdekjes, dërë me spastru. Sepse është vepra e fundit këtë dynja, që i falin gjënat me te. është transmetuar, është sekur, se Omer bin Abdulazizi, kalifja i drejt, radiallahu anhu, rahimahullah, Allah pas më shiruar, ai ka qenë për ulemave të mëdhej, ka thonë mes tjerash, nuk do doja që Zoti të mi lehtëson dhimbjet e vdekjes, të agonisë e vdekjes, sepse ato dhimbje janë veprat e fundit në këtë dynja, me të cilat spastrohna dhe më falen gjënat. Pra Allah më adhruar, me rahmetin e vetë ka lanë shumë njëra, shumë forma për të na falur neve gjënat. E që neve në mbetet pastaj të punojnë
të shpresojnë, edhe të mënojmë e bë hizmete dhe të lusim Allahun që të na ruaj prej dënimit të varrit dhe prej dënimit të zemrës xhenemit. Pastaj dënimi në varr i besimtarit, edhe nëse për mu dënu, nuk është sigur se jo besimtarit. Ka dënime në varr, i cili vazhdon deri në kiamet, ka dënime në varr, i cili është i përkufizuar për një kohë e lan gjunahin në varr dhe nalet dënimi. Kur del para Zotit më nuk ka. Allahu na ruaj prej dënimit të varrit dhe dënimit të zjarrit të xhenemit, që shëllut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe. Amin. Ne dal nga dal po i afrohemi fundit të emisionit, nëse kemi telefonues e pranojmë telefonatën e fundit. Alo, Alo? përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Selam aleikum për juve. Aleikum Edhe për selam. hoxhën e nderuar. E kam një pyetje shumë e rëndësishme për mua më duket që është shumë e rëndësishme. Po ardhrani. Na e kena një vi, ka vdek burri që 8 vite. I ka 2 fëmijë të adoptuar, besoj që dhe hoxha e një. Ata e kemi këshyr 5% nuk kemi bë për fëmijët e tonë që i kemi 3, që kemi bë për ata fëmijë, edhe për bin tonë dhe me thonë. Aja ka vdek. Mas vdekjes sajna një javë, si ka një javë, në tanën i ka bo një javë. Mas një javë na kanë akuzu për do gjëra që nuk janë të vërteta. Edhe jemi shumë dëshpëru, edhe po kam dëshirë me dëgju mendimin e hoxhës çka po na thot ai neve. E qartë motër. Faleminderit shumë. Ju përshëndes juve dhe hoxhën e nderuar. Zotë ju. Që shumë e respektojnë na gjithë familjarisht. Allah i nderoft e motër, Zot të rujt. Në fakt, unë kam marrë vesh për atë rast, por pasi që kryt panët, ose kam qenë jashtë, dhe s'kam dëgju, ose kam qenë këtu, po s'kam të regu, dhe kam marrë vesh ma vonë. Së që tjetë, kam marrë vesh me se kryt panët, andaj nuk kam ujtë me shku me pa. Ta e familja tje, por dhimt më ka, aje gru, anë pëse nuk e di që këm njoft, burën e sa gjithsesi, rahmet shpirti pas të ati, por jo gru. Edhe di që ka pasin gjende, që ka pas 2 fëmijë të adoptuar, bile, kam pas e Allah me familjen time, me motrat e mija, që ka bëhet me ata fëmijë tash? Motrat ma lëvdrunat grotha, ka qenë gru shumë e mirë, dhe sprovuar se ka fali Zoti fëmijë. Dhe sa ka pas burrë gjallë, i ka marrë 2 fëmijë. Tash, vdicën të 2. Që të mahabet e kishu në familje, por ma shumë jo. Pastaj Ramazani s'po ka njëri ko, s'po intereson do shta. Se di. Këto në do sprovat të cilat ndodhin njerëzve. Ka se pret insani i vjen. Sepse tash lindin disa pyetje këto. Çka bëhet me fëmijë? Ku shkojnë ata? Kush kujdeset për ta? Në shumë sene tjera. E këtë që po thot motra, sa ata kanë folë për neve diçka, unë nuk e di, natyrisht. Por ata që ka e di, aje familje, kreset e në Kallablak, jenë familje mirë. A më të mirë jenë ata. Ata kanë pas një nanë, që nësa herë kujtoj, të që shumë del për para një ftyrën gjenetlike. E ka qenë afer me jonja. E këta në bitë të sajna.
Por që ka mujtë më ndodhë atë, nuk e di. Se dhe që tjetë, vija jo i ka vdek. Që mundeni jo, tash do të me harru motër ato, njerëz jena na. Ka një herë plasëm pa dije, e që bje ka bojna. Ka një herë flasëm me dije, por keq kuptohemi. Se kam pas atë qëllim, por keq kuptohemi. Ka një rëngutë, njerëz jem, por në vija trashat e njerëz të mirë. Ajo është bje juvja. Dhe i djekan që atë ka hangër, ka pike e tu, ndoshta përmit. Ndoshta nga të 40 vite. Nga të familje. Pra, mik shpije, dohet mi toleru njerëzit. Me i përbi, me i gëlltit shumë sene. Andaj unë tash kësha thonë, jo që ka mundeni familja e grus, e bijes, e nanës, nuk kanë nana e thmive, por që është kujdesa se nanë e tyne. Me bu për ata thmi, se di, a mundën e bu diqka. Aje ka qenë seni më i mirë. Me mujtë të thmi, më smilan, me hjek. Sepse ata janë të bajkotun. Ata në meta është gjëna. Kënë dënjat nuk e kanë. A më kërkan se kanë dënjat ata. E ju njehni, qoftë nga ana e burrit atje, dhanërit ju, qoftë nga ana e ju këta, në mujtë me gjinë të qysh atyne, minimu nëse kanë nevoj, po në të tjertë, do shë qenë sani më i mirë. E ma këtohë këtë mesele, Allah që përbleft, me thjerë në telefon bile, ose me shku më dokë pak të ta. Hoj motër, do të me dekë. E po hina në gjëna, ndoshta po hina në haka pak muslimanëve nga njëherë. Nuk po mujna me vizitu, ndoshta edhe në për të panë së mujna me shku. Nashta e Pekin ka në herë arsye. Nashta. Zotë na i mbuluft, fligat, e na falt, mangësit e tona, ja Rabbi që i kemë si njerëz. Na boft jetoj faqe bardh. Sa të jetoj me jetu faqe bardh. E me dalë për kësaj dënjaje faqe bardh. Sepse neve na vje vdekja. Nuk kanë vdek veç ata. Jo dhe na me emër të Zotit kemi me tek. Bile shpejt, shumë shpejt. Sepse ditë përshkojnë, vitet përshkojnë. E vdekja nuk lëviz. Pika e fundit që na është caktu neve që është e gjela nuk lëviz, ndërsa ne vrap, drejt se pike finali këtu. Edhe sa na kanë bet 20 din, por shumë shpejt vjen. Inshallah Allahu nuk na lën me u kërit këtë dënja. Ja Rabbi, e nuk na nënçmon edhe kur dalim para lart madhërisë ti. Allahumma amin. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Duke ju uruar agjerim të lehtë e të pranuar deri në takimin tonë të radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullah.